Përshëndetje të gjithëve, si gjithmonë është kënaqësi dhe emocion i veçantë që t'jem me ju. Dhe duhet thënë që çdo rrugtim ka fillimin dhe fundin e tij. Dhe sot unë jam këtu padyshim për t'i vënë një fund këtij rrugtimit që kemi bërë së bashku në 7 vite, por me gjurmë të jashtëzakonshme për Ministrinë e Infrastrukturës dhe të Energjisë dhe padyshim për ndërtimin e një Shqipërie europiane. Dua të them se kam qenë me fat që këtë rrugtim e kam bërë me ju, me burra dhe gra të përkushtuar për të realizuar vizionin e një liderit madh siç është Edi Rama, për të realizuar çdo premtim të programit politik të Partisë Socialiste dhe të Qeverisë Shqiptare. Më vjen mirë që gjatë këtij rrugtimi jemi përballur me vështirësi të cilat padyshim kanë qenë sfiduese, por na kanë bërë më të fortë, dhe çka është më e rëndësishmja, kanë ngritur ndër ju skuadrën më të mirë, më profesionale dhe skuadrën më frymëzuese të administratës shqiptare, dhe këtë e them me plot gojën pasi e thon kolegët e mi. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë është një shembull për t'u marrë se si një skuadër e përkushtuar ja del që të çojë përpara punë, projekte, vepra të cilat mendoheshin të parealizueshme. Tani nuk më ndihmon fare për të thënë të drejtën t'ju shoh përballë me emocion, kështu që Lilika Enkeleda. Kjo skuadër ka një fat të madh sot, pasi në krahun tim është ulur një prej jush. Dhe do desha të thoja 2 fjalë për sa i përket ngritjes kapaciteteve njerëzore, për sa i përket kapitalit human, që për qeverinë shqiptare janë aseti më i rëndësishëm. Aseti më i rëndësishëm dhe më i pa zëvendësueshëm. Dhe në krahun tim, unë sot kam ministrin e ri, i cili sapo është betuar, sapo ka nisur një rrugtim shumë të rëndësishëm, por dua të them 2 fjalë për Enea, pasi kam dëgjuar 3-4 ditët e fundit, ashtu siç kam dëgjuar muajt e fundit, të pavërteta, gjysmë të vërteta, edhe gënjeshtra. Enea Karakaçin e kam njohur në këtë ministri, e kam gjetur këtu për të thënë drejtën, në dhjetor të vitit 2018, edhe pavarësisht se kishim punuar edhe më parë bashk, për shkak të detyrës time të mëparshme si drejtuese e navigimit ajror shqiptar. Enea është rritur në këtë ministri, ka kaluar nivele të ndryshme, duke u kthyer kështu në një provë të gjallë të zhvillimit të aseteve të administratës publike, dhe se si vizioni i Edi Ramës sot ka arritur pikërisht aty ku duhet të arrijë një administratë europiane për të nxjerrë drejtuesit politik, siç janë ministrat, nga vetë radhët e kësaj administrate. Enea nuk është as shoku im, as e kam sjell unë, por e kam gjetur këtu, dhe unë them se Enea duhet jetë një frymëzim për secilin nga ju, pasi tek Enea çdo burrë dhe çdo grua i ulur në këto karrike duhet shikoj progresin e vetes së tij. Duhet shikoj se si mund t'i jepet mundësia për të pasuar atë që do të ngrej Enea në ditët në vazhdim. Megjithatë, para se t'i jap fjalën dhe para se të bëj një përmbledhje të punëve që kemi bërë së bashku, ashtu siç e do tradita gjatë prezantimit, do desha të thoja shkurt për herë të parë disa fjalë për atë çka ka ndodhur dhe atë çka është thënë në muajt e fundit. Kam marrë vendim personal me vullnet të lirë që të hesht
për një çështje juridike, pasi unë besoj se çdo çështje juridike nuk zgjidhet as në mediat sociale, as në banaqet mediatike, por duhet ketë rrjedhën e saj, ashtu siç e parashikon kushtetuta, kodet apo ligjet në fuqi. Kam vendosur ndryshe nga shumë të tjerë të mos analizoj, të mos shaj anatemoj dhe të jem konsistente, në qëndrimin tim për sa i përket drejtësisë. Nëse do t'i ktheheni deklaratave të mia publike për drejtësinë, nuk do gjeni kurrë asnjë deklaratë që të kundërshtoj tjetrën. Unë besoj se drejtësia duhet të jetë e lirë dhe e pavarur. Unë besoj se drejtësia e re si produkt i reformës në drejtësi, si produkt i vizionit e Edi Ramës dhe të Partisë Socialiste, si produkt i një Shqipërie europiane, duhet të vazhdoj të jetë frymëzimi i këtij vendi, pasi ajo reformë u krye për t'i kthyer besimin qytetarëve tek një drejtësi e drejtë dhe e pavarur. Dhe unë besoj te kjo drejtësi dhe nuk do më dëgjoni kurrë as ta lavdoj, kur ajo godet kundërshtarët e mi politik, pasi unë nuk kam kundërshtarë të tjerë, dhe as ta anatemoj kur kjo drejtësi mund të prek interesat e mi personal. Nuk do më dëgjoni kurrë që të përmend prokurorë e gjyqtar, pasi unë besoj që ata duhet bëjnë detyrën e tyre ashtu siç e kam bërë dhe unë. Dhe secili duhet jetë i lirë për të vendosur dhe për të gjykuar, pa qenë indikuar nga gjyqjet publike, nga gjysmëvërtetat, nga të pavërtetat apo nga gënjeshtrat. Unë nuk kam dhe s'kam pasur kurrë lidhje me korrupsionin dhe nxis shëhetimi që ka nisur prej muajsh ndaj meje dhe që nuk e kam penguar kurrë, as në pozicionin tim si ministër apo si zëvendës kryeministër dhe as në pozicionin tim si qytetar i lirë i Republikës Shqipërisë, të vijoj për të nxjerrë të vërtetën sipërfaqe. Unë nuk kam as 300, as 30 dhe as 3 apartamente. Nuk kam as 1, as 2 jate, nuk kam as limuzina, as helikopter dhe as avion. Por të gjitha këto janë pjesë e një gjyqi publik, i cili fatkeqësisht bëhet me lehtësinë më të madhe në këtë vend, por për të thënë të drejtën, unë jam rritur me gjyqet publike. Dhe ndoshta kurrizi ma mban më mirë se kujdo tjetër gjyqin publik, pasi jam trajnuar dhe kalitur që e vogël. Unë di të bëj punën time, sigurisht se cili ka mënyrën e tij, jam munduar të bëj më të mirë, ndoshta mund ta bëja më mirë dhe këtë nuk e vë në dyshim fare. Por as nuk e kam penguar drejtësinë dhe as nuk do ta pengoj kurrë drejtësinë tek e cila unë besoj dhe të cilën e kam mbështetur si pjesë integrale e një Shqipërie europiane. Më vjen keq që situata ime personale ka krijuar vonesa në proceset jetësore që Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë duhet performoj. Më vjen keq që kam ngarkuar qeverinë shqiptare në këto muaj me një peshë që nuk e meriton, për shkak të gjithë rezultateve që kjo qeveri ka sjellë në këto 12 vite. Më vjen keq që është ndikuar qetësia juaj personale, e familjarëve tuaj, dhe padyshim më vjen keq për ditët dhe muajt e humbur në procese të rëndësishme që duhen çuar menjëherë përpara. Detyra që Enea ka
si ministër i ri, i kësaj ministrie ku ai vetë është rritur dhe ka ardhur këtu shumë para se të vija unë, është që me ju në krah, me një skuadër të jashtëzakonshme drejtuese siç kjo ministri ka, duke nisur nga Engeleta Muçaj, Antim Bonati, Edona Bilali, Eri Sulo, apo dhe sekretari i përgjithshëm, Beskadiu, unë mendoj se ju do ta kapërceni të gjithë këtë situatë, duke më lënë mua që të vazhdoj rrugtimin tim, patjetër politik, por edhe personal, për të ndjerë një të drejtë dhe një të vërtet në dritë. Kemi transformuar së bashku sektorin energjetik. Çdo ditë, pavarësisht situatave, vetëm lajme të mira vijnë nga ai sektor dhe duket e pabesueshme se si një grush njerëzish, vetëm me dëshirën dhe vullnetin e mirë, ja kanë dalë që të ndryshojnë katërcipërisht realitetin energjetik shqiptar. Nga 45% humbje në më pak se 16 për të shkuar deri në nivelet europiane ashtu siç kemi premtuar. Kemi arritur të rrisim ndjeshëm kapacitetet prodhuese të vendit tonë, duke diversifikuar portofolin nga vetëm hidro në eolik dhe solar. Kemi arritur që të ngrem bursën e parë shqiptare energjetike, e cila gjatë vitit 2025 ka arritur të tregtojë 42% më shumë volume krahasuar me vitin 2024. Kemi arritur të edukojmë qytetarët me eficiencën energjetike. I kemi bërë pjesë të politikave tona. Dhe shumë prej tyre kanë përfituar duke e kuptuar se në të vërtet nuk vlen vetëm të prodhosh, po vlen edhe ta ruash energjinë. Kemi kapërcyer situatat e jashtëzakonshme të krizave energjetike si ajo e vitit 2022 dhe kemi qëndruar në këmbë, madje duke pasuar vetëm 2 vite më vonë uljen e çmimit të energjisë elektrike për konsumatorët familjarë për herë të parë. Kemi bërë bizneset shqiptare pjesë të tryezave për prodhimin e ligjeve apo edhe rregullave për operimin e këtij sektori. Kemi krijuar një bazë të rëndësishme autoprodhuesish dhe padyshim Shqipëria sot ndodhet në një stad të avancuar të negociatave për sa i përket kapitullit të energjisë. Dhe të gjitha këto i keni bërë ju. Dhe të gjitha ata punonjës të cilët janë rreshtuar në krahun tuaj ashtu siç jeni rreshtuar dhe ju për 7 vite në krahun tim. Kemi ndërtuar vepra të jashtëzakonshme, të cilat do të qëndrojnë aty tek vitet do kalojnë, dhe ju duhet ndjeni krenar për gjithë shka kemi arritur. Për transformimin e aeroportit Tiranës dhe për ndërtimin e aeroportit të Vlorës, që me shumë kënaqësi dje parë se ishte hapur thirrja për punësimin e punonjësve të parë në atë aeroport. Kemi ndërtuar rrugë, autostrada moderne të njëjta kategorive dhe cilësive europiane. Kemi ndërtuar tunele të cilat nuk do t'i shkatroj as pika e ujit që tashmë zë vend në të gjitha portalet kur shiu fillon të bjerë. Dhe asgjë nuk do të fshi punën tuaj dhe gjithçka ju keni bërë deri më sot. Unë duhet përfitoj nga rasti që të falenderoj kryeministrin Rama për gjithë besimin dhe mundësinë që më ka dhënë në këto vite, por mbi të gjitha për shembullin
që ka krijuar me mënyrën e tij të leadershipit. Ka qenë e lehtë për gjithë ne, të cilët kemi qenë pjesë e ekipit të tij në fillimin e viteve 2000, disa prej të cilëve janë edhe këtu përballë meje, që të ndjekim shembullin e tij se si frymëzohen njerëzit që punojnë me ty, se si ti atyre i jep besim dhe ata atë besim duhet ta kthejnë në rezultate. Jam munduar të ndjek shembullin e tij me ju dhe me gjithë ata që kanë punuar me mua në këto vite, dhe për të thënë të drejtën, është shkolla më e mirë, nga e cila kanë dalë drejtues të aftë, kanë dalë udhëheqës politik, frymëzues dhe padyshim njerëz të cilët e duan Shqipërinë dhe sakrifikojnë pa asnjë lloj dyshimi për të mirën e madhe. Unë do desha që mos të thoja më tepër për Eneën, sepse ju Eneën e njihni më shumë se unë, për të thënë të drejtën. Shumë prej jush ka punuar këtu në këtë ministri me Eneën para se të vija unë. Dhe fati i madh i Eneës është që i ka prekur pothuajse të gjitha nivelet e drejtimit, deri sa ai shkoi për drejtuar një nga ndërmarrjet më të mëdha të vendit, Oshen, e cila tashmë e transformuar sipas modelit evropian, e ndarë me ndërmarrje BIA, ishte shumë më sfiduese për t'u drejtuar. Dhe unë them pa frikë se mënyra e tij e të quarit përpara të gjithë politikave që ne kemi zhvilluar brenda OSHE-s, kapaciteti i tij profesional dhe njohja e thellë e sistemit energjetik, por dhe administratës shqiptare, ishte një sukses i garantuar. Tashmë, Enea do mbajnë supet e tij një peshë akoma më të rëndë, por unë jam e sigurt se zgjedhja që kryeministri Rama ka bërë për t'i dhënë drejtimin e Ministrisë Infrastrukturës dhe të Energjisë Enea Karakaçit është zgjedhja më e mirë për të çuar punët përpara, për të hapur projekte të reja, për të përmbushur të gjitha angazhimet që kemi marrë ndaj Bashkimit Evropian dhe mbi të gjitha për të mbajtur këtë skuadër, po kaq të motivuar dhe kaq të frymëzuar dhe për të mos ta humbur pozicionin e shembullit më të mirë të administratës shqiptare. Shumë faleminderit dhe po ja kaloj fjalën Eneos për ta përmbyllur në fund. Zëvendësme Ministre, faleminderit. Është një nder dhe privilegj i veçantë së pari që prezantohem nga ana juaj si Ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, por edhe së dyti që jam këtu përballë me një grup shumë të mirë njerëzish, të cilët kanë bashkëpunuar për shumë vitesh. Jam i emocionuar për faktin që tani në këtë moment më kujtohet fakti që unë në këtë ministri kam hyrë për herë të parë si specialist në vitin 2011. Kam bërë rrugtimin tim, siç edhe ju e thatë, nga specialist, shef sektori, drejtori i përgjithshëm, dhe së fundmi edhe administratori i korporatës më të madhe energjetike të vendit. Patjetër, dhe pikërisht për shkak të këtij rrugtimi, unë jam shumë i qartë për sa i përket vizionit, qasjes, objektivave dhe çfarë kërkohet nga kryeministri, por dhe nga qytetarët për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë. Jam i bindur që në bashkëpunimin tuaj, të gjithë stafit të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, institucioneve të varësisë së Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, do ja dalim që të çojmë para sfidat, të arrim atë çfarë qytetarët kërkojmë nga ana juaj, por nga ana jonë, por dhe të bëjmë dhe të përmbushim detyrat në cilësinë e duhur.
Unë nuk dua të zgjatem më tepër në këtë ditë. Patjetër dua ta përmbyll me një falënderim për kryeministrin e vendit, zotin Edi Rama, i cili më ka besuar në këtë detyrë, grupin e Partisë Socialiste, i cili po ashtu më ka votuar ditën e djeshme, dhe një falënderim i veçantë për ju, zonja zëvendës kryeministre, për gjithë rrugtimin që kemi bërë bashkë, për mbështetjen tuaj gjatë gjithë detyrave në karrierën time gjatë rrugtimit tonë, që siç edhe ju e thatë është nga viti 2019 dhe ka qenë një nder dhe privilegj i veçantë që unë të bashkëpunoj me ju. Faleminderit dhe suksese gjithëve. Shumë faleminderit Enea. Ashtu siç u thash, rrugtimit tonë për bashkët këtu i vjen fundi, por jo vullnetit tonë për bashkët për të punuar për vendin në secilin pozicion që ndodheni, nga njerë edhe si qytetar, si deputet, si drejtues njësive të vogla apo të mëdha, secili nga ne ka kontributin e tij, dhe dua që të mbani mend diçka. Populli është padyshim më i mençur nga të gjithë. Dhe populli thotë që gjua kocka nuk ka, po thyen kocka. Populli thotë që fjalët lën plag dhe shenja, por populli thotë gjithashtu që fjalët i merr era në fund fare. Mos harroni asnjëherë që ato çka era nuk merr janë veprat, janë punët, janë ajo çka ju lini pas si një trashëgimi nga pozicioni që ju mbani. Fjalët do t'i marrë gjithmonë era, ndërkohë që veprat dhe punët do të ngelen gjithmonë aty. Shumë faleminderit, ju jam mirënjohëse për të gjithë të rrugtim që kemi bërë bashkë. Falenderoj. Falenderoj.